Shpesh dëgjojmë të thuhet të gjithë kemi nga pak autizëm. Ky është një keq kuptim. Autizmi nuk është një tipar i shpërndar tek gjithë secili nga ne. Autizmi është një spektër me një klinik të qartë, një harmoni ndryshe në zhvillim, në komunikim, në mënyrën e të menduarit, në fleksibilitet, në përpunimin shqisor. Secili nga ne mund të ketë trajta. Dikush ndihet në siklet kur është në ambient me shumë njerëz. Dikush tjetër reagon ndaj zhurmave. Dikush ka mënyrat e tij për të fokusuar. Kjo nuk na bën ne me pak autizëm dhe as nuk na vendos në spektër. Autizmi nuk është një spektër që matet me pak. Autizmi ju përket personave që përjetojnë këtë dinamik dhe harmoni ndryshe në zhvillim. Kur ne themi që të gjithë kemi nga pak autizëm, në fakt po zbejmë realitetin e fëmijëve dhe personave me autizëm dhe familjeve të tyre, po heqim peshën e sfidave reale që ata kanë, po mohojmë nevojat që kanë për mbështetje, po e kthejmë të përditshmen e tyre në një metaforë të gabuar. Autizmi ju përket personave që janë në spektër. Secili prej tyre është unik në specifikat që ka, në sfidat e tij, në nevojat reale që ka për mbështetje.